probleme. Kështu që një që tjetër që na kërkon është kjo që do ma jemi ne të gatshëm të vuajmë me ata që po vuajnë. Se është mundur që ne do ta kur shohim vuajtje, vështirësitë, ta largojmë veten tonë. Tani Perëndia e bëri veten e tij si ne, për shkak që të vuante bashkë me ne, që në fund fare të mos na lindte ne të vuanin, po që nëpërmjet besimit ne të shpëtoshim. Kështu që Perëndia e ngjasoi veten tonë, vuajti, u fut në këpucët tona me fjalë tjetër, që ne nëpërmjet besimit të mos vuajmë. Kështu që na kërkohet që ndonjëherë duhet të vuajmë me ata që vuajnë për shkak, jo që për të përfituar diçka, por për shkak se Perëndi si i besojmë, ka vuajtur për ne. Tjetra është kjo, flet për këtë mirëpritje. Edhe është dhe mirëpritja. Kjo është një gjë kombëtare për ne. Edhe në fakt duhet ta shfrytëzojmë. Duhet ta shfrytëzojmë si diçka të mirë, që jo të gjitha kombet kanë mirëpritje. Po nga ana tjetër mendoj që edhe ne jemi larguar për ta. Jemi larguar nga të priturit të njerëzve. Jemi bërë më të ftohtë. Tani duam ca kushte më shumë edhe nuk duam të mërzitemi, edhe jemi larguar nga ky identiteti që ne si kombe kishim. Tani nga ana tjetër na thuhet që si të krishterë duhet të mirëpresim. Edhe është e rëndësishme kur kemi mundësi të japim mundësi, kur e kemi të mundur të japim mundësi dikujt tjetër për të na parë se si po jetojmë, si sillemi në familje, është e mundur të ndihmojmë ata persona në mënyrë që si ndihmojmë dot. Unë vetëm do të dëshmoj këtë, që kur vajta për herë të parë në Amerikë, edhe ata që na futën në shtëpia, na kishin takuar vetëm një herë. Nuk e dinin kush vizimi është, nuk e dinin se ishin dy familje, isha unë edhe një çift tjetër. Nuk e kishin ide për ne. Po nga ana tjetër hapën shtëpinë, edhe jo vetëm hapën shtëpinë, po është nuk e dija kjo vendreko vetë tek njerëzit e tjerë, dhe kur ke mundësi të hapësh atë frigoriferin për ta parë çka ka atje brenda, po kur ke mundësi të shikosh ata njerëzit se